krejt në rregull, e ka nxon, e ka arrestue ky polici, sepse sigurt e ka bo dhe ky djali që është arrestu në ai gabim, po policit, domethënë njerit zyrtar nuk i kanë hije këto fjalë. Atëherë ta ndëgjojmë çet video, pastaj kam do fjalë për këtë pjesë. Unë nuk e di të policin nderuar qysh nuk t'vija marre me ja shoh motrën një të arrestumit kur ai non stop ty t'kërkoj ke falje, edhe që besa ta bëj ke lem të marrë frymë. Unë nuk e di se çka ashtu ju duk vetja juve, sidomos juve policëve të ri që vetë sa i hiqet tash, mu çu me ofendu njerin në pikën ma dopt që ekziston, e cila është motra. E që besa dhe para një fermës shojshe, a nuk ju vjen marra që puna juve? A menoni që veç pse jeni polic nuk po ekzistoj ka ligje edhe për juve? Me konë sikur kë, i kisha marrë që të fakte edhe direkt isha nis për gjykat. Se ju, veç pse jenë uniform, mu që ma ofendu mu familjen, ose pikën ma dopt që ekziston për një shqiptar ose për çdo njeri e cila është motra, sepse disa policë të ri e keni marrë malin veç pse keni vesh uniformën. Po unë e bishti nderuar se nuk bën kështu, jena shqiptar e nuk i shohat motra kërkonaj.